Sot kam provuar një metodë të re të vetullat. Shikoni sa bukur ka dalë. Se zakonisht përpiqem që ta bëj pak natyrale, por më del pak më e ngarkuar. Dhe sot them se e kam arritur edhe formën perfekte. Me gjelin e vetullave do t'i bëj kështu. Erdha, kre për lart. Dhe pastaj rregullojmë këtë bishtin. Me një letër të lagur tani do të pastrojmë. Nëse e lëm të papastruar dhe duket shumë keq kur të bëjmë bazën, ose si del. Copa. Pjesën poshtë. Filloj me gjelin, rregulloj një herë bishtin. Dhe vendos gjel këtu ku kam hapësira. Drejtoj pak të pjesën e fillimit. Nisim të konturojmë vetullën.